Gati çdo ditë në këtë institucion, nga një çift japin besen për të jetuar së bashku deri në vdekje. Mirë po, pak prej tyre mbajnë fjalen. Një pjesë e konsiderueshme japin fund martesës qysh në vitet e para. Kështu thot raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, i cili nxjerr në pa rritjen e numrit të shkullërzimeve në vendin tonë. Sipas ASK-s, për gjatë vitit 2025 në Kosovë fund martesës i kanë dhënë plot 2129 çifte, çka tregon për rritje prej 2.1% nga viti paraprak. Përpara është tjetër formulë. Atyre ka qenë prind ma rigoroz, nuk i kanë lënë bashkë lirë, ose të lira, e tash u bën revolucion, janë të lirë, me zgjedh, mund mu bë dhe gabime. Mirë po këto, një herë është se, në tashme me siguri, me gjithë se tybe shtetet e zhvillume për të martesë ka probleme. Për shembull, si komplizuar për shumë vende si Norvegji, martesa maksimale që zgjat 3 vjet. Kështu që edhe nas kemi mujt mi i kasaj. Po, megjithatë, shqiptarët kanë një tjetër unitet, besoj që karimtare është. A numri i shkundërzimeve, sistema statistike po thonë që bukur shumë ashtu. Sipas qytetarëve, shkaku kryesor i shkullërzimit tek të rinjt është mosnjohja sa duhet e partnerit. Gjonat o bën një revolucion i madh në Kosovë, peq mas shtirimit. Edhe normal që ndikon edhe te martesat. Edhe tash trit, po mashtrohen në pamje e tjerat, pa mundu me lexu dhe shpirtin pak në tjetrit. E në qoftë se lexoj një tjetrit, atëherë kishim besoj zgjidhje më e madhe. Prandaj kemi probleme, statistika thotë se o rrit numri i shkundërzimeve, kështu që ne na mundon kjo, a ka diçka që mund, po megjithatë, ky popull pe bën një revolucion dhe besoj që ka më shku ka e mira. Raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregon se numri më i madh i shkullërzimeve ndodh në komunën e Prizrenit, derisa listës i prin moshat prej 25 në 45 vjet.